Ishte një menu e përzgjedhur, pasi u gatua me një metodë e cila quhet metoda kosher, ku ndalohen disa produkte shtazore, disa produkte ushqimore dhe disa procedura gatimi, si skuqa në tigana apo gjëra të tilla. Si u përzgjoth? Pra ju erdhi një kërkesë e tillë apo stafi i saj? Siç ju thash, më erdhi një person nga stafi, nga stafi i saj dhe më tha që do të gatuhet në këtë lloj mënyre, është ndaluar mishi, janë ndaluar procedura e skuqjes, ndalohen disa procedura, të gjithë enët duhet të jenë shumë të pastra, çka ne ofrojmë gjithmonë për çdo klient, jo vetëm për Tu duken të çuditshme këto kërkesa nga personi që ishte aty për të komunikuar? Thjesht na bën ne që të ishim në maksimumin e përgjegjësisë, në maksimumin e disiplinës, siç dhe jemi gjithmonë dhe për çdo klient që vjen në resortin tonë. Sa pjata të tilla realizove? Pra, afërsisht sa persona, sa veta ushtruan në darkë? Besoj se ishin diku rreth 50 arkitektë, dhe total mund të ishin diku te 50-60 veta, besoj.